Zgjedhjet parlamentare të maj 2025 shënuan një rënje të ndjeshme të numrit të votuesve brenda territorit të Shqipërisë, me 200.000 më pak që morën pjesë në votimet krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në kutitë e votimit u paraqitën 1.461.899 qytetar, ose 12% më pak se 4 vite më parë. Qarku i Beratit rezulton me rënjen më të madhe të pjesëmarrjes, me 17%, i ndjekur nga Koça, Elbasani dhe Gjirokastra me nga 16%. Emigracioni dhe plagja e popullsis konsiderohen si faktorët kryesor të kësaj kurrje, ndërsa të dhënat e Eurostat tregojnë se gjatë viteve 2022-2023, rreth 100.000 shqiptarë emigruan drejt vendeve të BE-s. Tirana mbetet qarku me peshën më të madhe elektorale, me 449.667 votues në 2025-ën, megjithatë një rënje prej 7.8%. Kryeqyteti përfaqëson tashmë 30.8% elektoratit aktiv, duke forcuar rolin vendimtar në rezultatet kombëtare. Ndërkohë, qarqet Fier, Durrës dhe Elbasan humbën mbi 70.000 votues së bashku, me rënje dyshifrore. Në veri, Shkodra regjistroi rënjen më të madhe me 15%, ndërsa Kuksi shënoi një rënje më të moderuar prej 10%, pas valës së mëpashme të migracionit. Analistët theksojnë se përveç emigracionit dhe ndryshimeve demografike, edhe mos besimi i të rinjve ndaj politikës, kostoja e lartë e jetesës dhe mungesa alternativave politike, po kontribuojnë në uljen e pjesëmarrësve. Në këtë sfond, rritet dhe nevoja për përfshirjen e diasporës në përditësimin e regjistrave civil për të garantuar një proces zgjedhor më gjithëpërfshirës dhe legjitim.